Allahu i lartësuar e ka emërtuar Kur'anin me disa emra në Kur'an. Emri më i shquar, më i njohur, El-Kur'an. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'ani udhëzon drejt asaj që është më e drejtë, më e mirë, më e përsosur. Domethënë, libri i shpallur nga Allahu i lartësuar quhet Kur'an në këtë ajet të Kur'anit. El-Kitab do të thotë libri. Kur'ani, një nga emrat e Kur'anit është dhe fjala është dhe emri Kitab, që do të thotë libër. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun." Ne ju shpallëm ju zbritëm një libër i cili është nderim, është prestigj, shkrenari për ju, a nuk mendoni? Allahu i lartësuar pra emërton Kitab, libër. Një emër tjetër i tij është El-Furqan. El-Furqan do të thotë dalluesi, ai që dallon të vërtetën nga e pavërteta, të mirën nga e keqja, vlerat nga antivlerat, moralin e lartë nga veset e ulta, normat e drejtësisë nga padrejtësia. Se këto gjëra njerëzve ju përzihen, çfarë është e saktë, çfarë nuk është e saktë, çfarë është e drejtë, çfarë nuk është e drejtë, çfarë pëlqen Allahu, çfarë nuk e pëlqen. Dhe Kur'ani është ai që i ndan gjitha. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira." I madhruar është ai i cili i zbriti Furqanin, el-Furqan, Kur'anin pra, robit të tij në mënyrë që të shërbej si paralajmërim për të gjithë botët. Një emër tjetër i Kur'anit është Edh-Dhikr. Edh-Dhikr do thotë përmendje, këshill. Allahu i lartësuar thot: "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Ne e shpallëm atë dhikrin, domethënë Kur'anin, dhe ne do ta ruajmë atë. Një emër tjetër i Kur'anit është Et-Tanzil. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Ai Kur'ani është shpallje. Tanzil do thotë shpallje, shpallje e Zotit të botëve.